Pacha me ju vëllezër dhe motra, sot liturgjia e fjalës na defton që jemi në luftë. Dhe lufta nuk është me njerëzit. Lufta jonë e vërtet është kundër djallit, kundër mëkatit. Edhe kjo luftë bëhet me lutje. Lutja është një armë, por edhe fjala e Zotit është një armë tjetër, është një shpatë, me të cilën ne lufton për të mbrojtur veten tonë, për edhe për të mbrojtur të tjerët. Kur ne përdorim fjalën e Zotit, edhe kur e shpallim, ne ndihmojmë edhe të tjerët. Por edhe armën e lutjes është një armë për të mbrojtur veten, por edhe të tjerët. Është diçka që shkon së bashku. Lutja për të mirën tonë, por edhe për të mirën e të tjerëve, sepse jemi një trup. Leximi i parë na tregon Mojsiun që lutet, edhe kur ai lutet, populli Izraeli fiton kundër armikut. Kur ai lodhet, edhe lutja e tij fiket, atëherë armiku fiton kundër Izraelit. Mirë, kjo është një imazh për ne, që edhe kisha na ndihmon që ne të lutemi, edhe ne jena të thirrur në lutë për të tjerët. Edhe Ungjilli nga tregon që lufta e vërtet është që ne të jemi gjithmonë në praninë e Krishtit. Krishti është dhëndri. Por disa herë ne jemi si një vejush. Kur ne shohim se na mungon praninë e dhëndrit në disa sferë, në disa ambiente, hapësirë të jetës sonë. Edhe kur ne nuk kemi intimitet me Krishtin në gjanat që ne bëjmë, në hapësirë të jetës sonë, atëherë armiku na shtyp. Edhe jena të thirrur si një vejush me kërku ndihmë prej Zotit, sepse Zoti është mbrojtësi i të vejave. Ai është babi i jetimave. Kur ne jemi në nevojë, kur jemi në vështirësi, jemi në gjendje më të mirë për mu lutë. Edhe lutja vërtet nuk janë thjesht formulet. Formulet si atë ynë, si falemi Mari, si lavdiatit, edhe lutet që në kam mësuar edhe etërit tanë, që mund të jenë edhe poetike, janë shumë të bukura. Por lutja e vërtet është që çfarë ne themi të jetë sidomos në dëshirë në zemër, që të mos lusim thjesht me fjalë ose thjesht me mendjen, por të jetë sidomos një lëvizje prej zemrës, që të dëshirojmë çfarë jena tu thanë, që kur jena tu ba atë ynë, që të dëshirojmë çto gjana që jena tu kërku prej Zotit, që na tregojnë atë ynë të falemi Maria, janë formulet që na ndihmojnë me drejtu zemrën, por lutja nuk është thjesht formulet. Është mirë që ne të kemi momentet e saktuara të ditës për mu lutë, për me kenë të ullur edhe vetë duke dëgjuar fjalën e Zotit, por edhe duke folur me të, prej zemrës, prej realitetit që kemi konkret. Por lutja duhet të jetë e vazhdueshme. Do të thënë që të kërkojmë praninë e dhëndrit në jetën tonë, në çdo gjë që ne bëjmë gjatë ditës. A jena tu punu, mirë në punën, me pa punën, në praninë e Zotit. Duke thirrur praninë e Tij, duke përqafuar praninë e Tij, duke ofruar gjana që jemi tu ba atij. Qoftë duke lar pjatat, duke lar banjët, qoftë nuk e di duke ecur, duke ba servitje, duke luajtur kalqeto, çfarë do të jetë që jemi duke bë, me ba duke e lartësuar Zotit.
sepse përkundrazi kemi dy rreziqe. Krishti na kallëzon në ungjillin e ditës që kemi dy rreziqe nëse ne nuk lutemi, do me thënë nëse nuk jetojmë vazhdimisht në praninë e tij. Rreziku i parë, edhe kjo ungjilli në greqisht na kallëzon më mirë. Ka një fjalë në greqisht që është enkakein. Nëse ne nuk lutemi vazhdimisht, kemi rrezikun për mu ba të keqind. Do më thënë që të përmigjitemi me të keqen. Që kur është diçka që ndodh që nuk më pëlqen, unë të ankohem. Që nëse burri me drejton një fjalë që nuk më pëlqen, ose një gruaja, atëherë nëse unë nuk jam të jetu atë moment në praninë e Zotit, unë do ta kthej me të keqen. Nëse dikush në mohon të drejtën time, edhe këtë gjë unë nuk jam të jetu në praninë e Krishtit, atëherë unë do të kthej të keqen. Do të hakmerren nëse unë nuk jam në praninë e Zotit. Atëherë kurajo, që ne të jena të lirë, me të vërtet, është që ne të mund të duam falas çdo person dhe në çdo moment. Por vete ka një rrugë që ne të jena të lirë për të dashur, dhe është nëse jena në praninë e dhëndrit, dhe më thënë në lutje. Të rreziku i parë është kjo. Rreziku i dytë është që ne të humbasim fe. E të dy janë të lidhura këto rreziqe. Sa njerëz kanë lanë rrugën e Zotit, edhe briftat, edhe mulgeshat, sa martesa janë të prishura, sepse Zoti nuk ka kenë në qendër. Arsyeja është mungesa e intimitetit me Krishtin, qoftë për priftat, për mulgeshat, edhe për martesat. Edhe ne nuk jena më mirë se askush. Të Krishti na kallëzon. Ki kujdes, sepse e jeni një luftë, edhe kundërshtari yt që është djalli është më i fortë se ti dhe se unë. Por ne kemi një dhëndër, që është Krishti, i gatshëm për të na ndihmuar, që na njeh në thellësi që ka dëmshuri për ne, të le ta therrasin emrin e tij. Jezus, hajde! Murgjet në lindje kanë lutën me një lutje që është lutja e emrit të Jezusit. Me thirrje në çdo moment, me pasën e zemër këtë lutje me mendjen, Jezus, biri hyj të gjallë, ki me shirë për mua me katar. Me paket gjë me thirrje emrin e Jezusit vazhdimisht, që ai të jetë mbrojtësinë kundër djallit. Atëherë kurajo, le ta therrasin emrin e tij. Edhe gjatë kësaj jave, lufta mbarë. Që luftu Krishti.